Allahu tha në Kur'an, në surën më të vogël në Kur'an, suratul Kauthar, fasalli li rabbika wanhar, fale namazin dhe there kurbanin. Sa njerëz sot e therin kurbanin se falin namazin, të kundërtën pe veprojnë. Do shta sa i jep rëndësi ajo sevapi madh me therr kurban. Allahu me një anë tek therrja e kurbanit po të jep një dritë, kurse ti pastaj vetë pe e shym atë dritën. Qysh pe e shym atëre kur urdhin e Zotit tjetër nuk e çon në vend? Fasalli, falu më i pari ka thënë, falu, që të kryet në sejdë. Atëre therrë kurbanin. E sot sa për muslimanëve i therin kurbanat e tyre, derisa nuk e falin namazin. Për hajër kurban Bajrami. I thujnë njëri tjetrit, kjo është mirë, është sevap. Edhe çfarë që duhet mu gëzu, atëre muslimani kur gëzohet atëre kur e kryen një urdhër të Zotit. Gëzoju kur e falish namazin e sabahut. Gëzoju kur e falish drekën, namazin e drekës, i qindin, akşomin e yatsin. Duhet mu gëzua edhe më shumë se sa gëzimi i tyne dy fesave që kemi na. Duhet shumë u piklu, edhe shumë duhet mu mërzit, më shumë se sa humbja e prindërve tu, më shumë se sa humbja e vladë. Duhet më shumë mu piklu nëse të kalon një namaz prej namazeve. Duhet me kajt me pishkir në dorë. Disa dietarë kanë thënë nëse të kalon një namaz pi namazeve, nuk e ki fal, pa kush far arsye, duhet me kajt me pishkir në dorë. Por nëse e ki fal një namaz, duhet shumë u gëzue, edhe ma shumë se sa në festën e Kurban Bayramit, ajo gëzimi, ajo hareja që është mesin e besimtarëve. Gëzohen. Çfarë po thot? Hasanul Basri rahimahullah ka thënë besimtari nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. A kemi naj synim tjetër në këtë dynja për botën tjetër? E dojmë xhenetin Allah të zogjel. Thot edhe nuk ka besimtari pushim. Do më thonë, me një kuptim ka dash me në thonë tash Kurban Bajrami përfundoj. E thera kurbanin tash më shnosh dirin në kurbanin tjetër. Kur vije namazin e Kurban Bajramit vitit tjetër. Këtë viti 12 muaj i shkojnë pa namaz, pa kurrëç. E qysh atë? Kurse Hasanul Basri rahimahullah po thot besimtari nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetin dhe nuk ka pushim. Pastaj po thot wa kullu yawmin yamurru bil mu'mini fi ta'ati Allah fa huwa 'idun. Që sa interesant e ka përfundu. Qyre sa interesant e ka përfundu fjalën e tij dhe kjo fjalë ati ka pesh sepse është marrë në Kur'an, është mbazun Kur'an edhe është mbazun sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ka thënë wa kullu yawmin yamurru bil mu'mini fi ta'ati Allah fa huwa 'idun, dhe çdo ditë që kalon besimtari në ibadete, i kryen ibadetet e Zotit, 5 kushtet e Islamit, 6 kushtet e imanit, këtë jetë aty është ibadet, adhurim, dhikr, lexim Kur'anit, urdhnimin në të mirë, ndalimin nga e keqja. E ka galen të namaz, e ka galen të Islami, përveç punëve tjera dynjallukut, ai prioritet e ka dinin, e ka Islamin, e ka imanin. Po thot, nëse muslimani vazhdon kështut, duke i dhënë prioritet ibadetit, rrugës Zotit, imanit ti, qëllimit, krijimit tina, thot, për to është çdo ditë Bajram. E për dikon tjetër është vesh një herë në vjet Bajram. Ose për musliman përgjithësi është vetë për disa që nuk i kushtojnë rëndësi vezëve tamam sa duhet, për ata vetëm një herë vjet është. Kurse për besimtarin e vërtet, dhe besimtarin e vërtet çdo ditë ka Bajram. Qysh çdo ditë Bajram? Çdo ditë ka Bajram sepse atë ditë kur urdhnat e Zotit i çon ti në vend dhe ndalosh për ndalesave, prej sabahit deri në akşam, e ki krye emanetin ton ndaj Allahut, e ki dhënë hakin që ato çka Allahu ta ka e ka lyp piteje dhe ti e ke çon në vend, për ty ka Bajram që ajo ditë. Ti çdo ditë ki Bajram.